Për të folur më tepër për situatën aktuale dhe zhvillimet më të fundit në vend, jemi sot në studio me opinionisten Engji Hoxha. Engji, përshëndetje, mirë se erdhe sërish në studion tonë. Përshëndetje Athena, faleminderit. Opozita është në një luftë të brendshme midis kreut të saj aktual Basha dhe ish kreut të saj Berisha. A mendon se Berisha e ka mbështetjen e duhur për të kthyer në krye të Partisë Demokratike dhe më pas për të kthyer dhe në kryeministër, siç pretendon ai? Partia Demokratike në fakt është një periudhë mjaft dinamike, është një periudhë mjaft intensive, nuk është normale, kështu do duhet ishte, përsa kohë që në mënyrë të njëpasnjëshme, pas 3 zgjedhjesh qendrore, rezulton si forca humse në vend. Një parti e tillë do duhet ishte mjaft aktive në të gjithë jetën e saj politike, por këtë aktivitet e këtë energji të madhe të dinamikës politike të duhet ta kishte ndaj asaj në fakt që është kundërshtare në skenën e politikës, sikur është Partia Socialiste dhe qeveria aktuale. Por nuk e ka me Partinë Socialiste, nuk e ka me qeverinë këtë betejë të madhe, i është kthyer në një bumerang dhe e ka me veten. Është ndoshta një nga sfidat më emblematike të Partisë Demokratike në këtë dekadë, një betejë e madhe e cila zhvillohet midis njeriu që për shumë vite ka udhëhequr Partinë Demokratike dhe që është akuzuar si njeriu i cili ka marrë peng, sikur është lideri i saj historik dhe njeriu i cili aq shumë i ka dhënë, por njëkohësisht aq shumë i ka marrë Partisë Demokratike, dhe nga ana tjetër atij i cili është kryetari aktual i Partisë Demokratike. Në këtë betejë, dy gjëra janë të sigurt. Pikës pari, Partia Demokratike del e humbur, dhe kjo është me mjaft rëndësi, nuk është e rëndësishme vetëm për 8800 delegatët, antarët e kuvendit kombëtar, për të cilët beteja është sot më definuese se të gjithë të tjerët, por është edhe për ata antarë të thjeshtë të Partisë Demokratike, për ata të cilët janë tesër besues, apo që edhe për qytetarë të cilët nuk janë pjesë asnjë klani politik, as të Partisë Socialiste, as të Partisë Demokratike, por janë qytetarë thjeshtë të cilët duan patjetër që ta shohin Partinë Demokratike të përmbushi të gjitha detyrimet e saj si forcë opozitare në vend. Dhe Partia Demokratike patjetër që del e humbur për shkak sepse ky është një moment mjaft përçarës, i cili distancon dhe ndan në dy kampe jo vetëm deputetët, por njëkohësisht dhe antarësinë e Partisë Demokratike. Ajo që unë shikoj dhe analizoj në të gjithë situatë është fakti që vëmendëria politike dhe gjithçka që po bën zoti Berisha është absolutisht e tepërt, është shpallur në ngrata që në muajin korrik, në mos e gaboj, nga Departamenti Amerikan i Shtetit, dhe kjo është një luftë e cila duhet të ishte individuale midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe zotit Berisha. Nuk është një luftë, nuk duhet të ishte një luftë midis Partisë Demokratike, ashtu si kundër as nuk pretendon Departamenti i Shtetit që është, por midis individit, njeriu i cili akuzohet për manipulim dhe për abuzim me fondet publike dhe Amerikës. Kështu që në këtë prizëm gjykoj që dëshira e madhe e zotit Berisha për ta futur Partinë Demokratike dhe për ta pasur si një mburojë institucionale është pa diskutim e tepërt. Të nisi si një betejë midis tij dhe Departamentit të Shtetit në një nga gjykatat më emblematike të Francës, ku nuk ishte avokat njëri të thjeshtë në fakt, por atë që ishte një nga njerëzit më të lobuar brenda dhomës avokatëve në Francë, njëkohësisht ai i cili ishte kryetari i kryebashkiakut të Parisit, kështu që në këtë betejë, ashtu si kundër nisi totalisht midis vetjake, midis raportit të tij individual si politikan dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës, ashtu duhet ta përfundonte. Kështu që përfshija e Partisë Demokratike tregon në fakt që është një njerëz i cili në emër të luftës për të mbrojtur dinjitetin e tij në kapyllin e politikbërjes shqiptare nuk kursen as Partinë Demokratike, por dëshira për të rikthyer sërish në kryet e Partisë Demokratike dhe për më tepër në kryet e Shqipërisë mua më duket absolutisht e pa precedent dhe nuk ka asnjë gjast që të ndodhi. Por siç normalisht sikur ka realizuar të gjitha voltoret e tij nga Vermoshën Konispol, duke kaluar qytet me qytet, patjetër që të gjithë turmës që e justifikon dhe ka suportin e Sali Berishës do duhet t'i tregojë dhe fundin e tunelit dhe sipas tij është fakti që ai do të vinë në krye të Partisë Demokratike, por është e pamundur sepse nëse nuk ka bekimin e partnerit dhe vendit strategjik të Shqipërisë, sikur janë Shtetet Bashkuara të Amerikës, patjetër që kjo gjë nuk do të ndodhë dhe është jashtë çdo lloj kornize të normalitetit. Por reagimet e kreut aktual Basha, si të duken, a mendon se ai do të vazhdojë luftën për kreun e partisë? Besoj që do të vazhdoj, absolutisht një nga sfidat më të mëdha të karrierës politike të zotit Basha, ka qenë ajo teksa ai shihej si një njerëz i cili kishte mburojën institucionale, politike, absolutisht
të gjithë kohës të zotit Berisha, si njeri i cili ishte thjesht një kukull me kurdisje dhe çdo vendim të rëndësishëm për Partinë Demokratike në fakt e merrte zoti Berisha, por i ndodhur tashmë midis dy zjarresh, nëse do të mbante anën e Shteve Bashkuara të Amerikës apo të zotit Berisha, fakti që ai zgjodhi të ndahej nga e kaluara e Partisë Demokratike për mua është një nga shanset më të mëdha që mund të jepet Lulzim Bashës për të provuar nëse ai mund të jetë apo jo një lider për Partinë Demokratike dhe për atë që ai pretendon të jetë nesër kryetar dhe kryeministër i Shqipërisë. Kështu që besoj që ai do ta vazhdojë këtë betejë politike, sa kohë që tashmë Berisha nuk e lidh asgjë. Edhe lidhja e fortë që nuk ishte asnjëherë gjasa që të prishej midis tij dhe Berishës, tashmë është shkëputur totalisht, kështu që i mbetet vetëm se vjoj betejën e tij për të rikonfirmuar si kryetari i Partisë Demokratike. Ndërkohë këtë javë debati në Kuvend ka qenë në lidhje me buxhetin e vitit 2022, debati i cili është shoqëruar me akuza nga opozita. Si komenton këto zhvillime mes dy kampeve? Për çdo qytetar në fakt i cili ndjek zhvillimet e parlamentit tonë, aty që duhet ishte në kushte normale tempulli i demokracisë, është disi e trisht që një diskutim i cili do duhet ishte tërësisht profesional përfundon në tema personal, sepse përveç se shumë banalitete dhe shumë fyerje në plan personal, ajo që ka shumë rëndësi dhe ka peshë për qytetarët që e ndjekin është pa diskutim analizimi i planit buxhetor. Mua më kanë bërë dy pika përshtypje. E para ishte fakti që do të kishte një rritje në sektorët e mjekësisë, për mjekët, pra për punonjësit social në shkolla, që është shumë e rëndësishme sepse fëmijët përballen me lloj-lloj fenomenesh as pak të këndshme, kështu që mbështetje psikologjike dhe një motivim për këta punonjës që ta bëjnë më mirë detyrën e tyre është pa diskutim shumë e rëndësishme, dhe njëkohësisht për ndihmat që do të jepej për fermerët dhe për vështirësitë që ata kanë hasur gjatë kësaj periudhe, ashtu si kundër patjetër shpërblimi i fundvitit për pensionistët ishin pika të rëndësishme, të cilat patjetër nëse do të zbatohen janë një e mirë e publikut. Ndërkohë, ditët e fundit vendi është përballur me një ngjarje tragjike, vrasjen e një fëmie 8 vjeçar nga një 38 vjeçar në qytetin e Fierit. Reagimet e qytetarëve kanë qenë të shumta dhe kanë kërkuar rikthimin e dënimit me vdekje. Si të duket qëndrimi i kreut të Rama kundrejt këtyre kërkesave të qytetarëve për rikthimin e këtij vendimi, dënimi? Ngjarja ishte e trisht, ishte një ngjarje e cila nuk mund të definohet lehtë në fakt, është e gjitha një makabritet i cili nuk meriton më as të komentohet. Ishte një ngjarje e cila njollosi edhe shoqërinë tonë, por është një ngjarje, mendoj unë, që shoqërisë do t'i shërbejë më shumë si nxitje dhe si motivim për të kthyer projektorët dhe për të parë se cilët janë vërtet fajtorët në këtë mes. Për sa i përket dënimit me vdekje, është një dënim i cili moralisht është ai që meriton personi i cili është autor i kësaj ngjarje e trisht, megjithatë është një dënim i cili nëse merret dhe nëse legjitimohet në territorin e Republikës Shqiptare, patjetër që e ndan dhe ja bën Shqipërisë edhe më të vështirë rrugën drejt familjes së madhe e Bashkimit Evropian, sepse është një ligj ndërkombëtar, ashtu si kundër është edhe pjesë e BE-s që nuk mund të aplikohet një ligj i tillë sepse bie ndesh qartësi me të drejtat e njerëzit. Unë mendoj që duhet gjendet një e mesme art, dhe mesme me art në raste të tilla, në këtë situata mjaft me impakt për shoqërinë, është patjetër rehabilitimi i këtyre personave, angazhimi dhe marrja më serioze në raport me të gjitha instancat kryesore dhe patjetër ofrimi i një suporti apo asistence psikologjike, psikiatrike e të çdo lloj forme të këtyre personave të cilët duhet të evidentohen nga komuniteti, të denoncohen nëpër instancat përkatëse dhe patjetër policia dhe gjitha organet kompetente të cilët duhet ta bëjnë punën e tyre ashtu siç duhet, sepse një nga arsyet që nuk ka denoncim është sepse policia nuk vepron apo qoftë edhe çdon në organet më të larta kompetente dënimi i këtyre personave të cilët e dënojnë dhe e dëmtojnë mjaft shoqërinë tonë. Kështu që unë besoj që duhet gjendet një mes me art, megjithatë rehabilitimi i këtyre personave është patjetër një nga pikat ku duhet punohet shumë në vendin tonë. Enxhi, të falenderoj që ishe sot me ne në studio për të komentuar mbi të gjitha zhvillimet e fundit në vend. Faleminderit. Shumë faleminderit, Athena, kënaqësi.